Përshëndetje miq të dashur. Shkolla e Radhës, Shplagjia, Ganimete Musliu edhe Adem Grabosi. Shkolla miq, ti tregojmë Ganimete Musliut, Gangos, që pse ka shku policia në Skënderaj. Sepse e pas kanë boni farë rrethi qelik se pas ta për herë të parë pëndëgjoj. Unë pëndëgjoj për herë të parë në Skënderaj, se për me televizën veriore unë kom ditë gjithë, a këtë Kosova ka di që atje ka unaza qelikta. Po nga Radhiqiqi, jo nga shqiptarët. Edhe atje I ka qonë policia Kosovës. Nësë po të qoj kanë Skënderaj, është turpi I botës. Shkojnë miq. Gjatë gjithë ditës dje, është bot presioni jashtëzakonshëm ndaj udhëhecësve të policisë Kosovës për t'i dërgu njësitet në Skënderaj. Pse vres po vjen marrë me gëny gane. Pash zotë që s'po vjen marrë, u bone horë. Pash atë lumin zot, u bone horë. Të I dalë, të I lamat në për televizione. O I zoj, policia nuk merë urdhra. Policia jep urdhra. Nuk ka kur farë presioni. Absolut hiq. Policia dhët, veshnu në aksion, kujtejmë aty. Qfar presioni? Qfar presioni ki fjallin? Mavre sa bone horë. Për sytë ballit të bone horë. S'po të kuptoj, për sytë ballit s'po të kuptoj. Këtë e konfirmoj edhe sot Albin Kurti në konferencën për shtyp, kur tha që forcat e rendit janë vonuar për shku në Skënderaj. A është e vërtet kjo? A është e vërtet kjo? Se që në vend demokratik, evropian, policia vanohet 1, 2 deri në 3 minuta. Jo ma shumë. Skënderaj ka terror. Pse? Pse s'ka ngëzov me organe. Prokuroria s'ka ngëzov me dhënë urdhër. Se janë bashk punim me ta. Si mas lajmeve që po dalin. Se unë nuk jem prokuror, as nuk jem polis, po si mas dhonat që po folet, këto janë dhonat, sakta, informacionet si kur ti që po thu. I kemi informacionet. Edhe ne I kemi informacionet që s'ka ngëzov me shku. Për asaj që ka ti po thu. Unazave qelikta. Shkojnë miq? Prandaj. Do më thonë, kjo është një konfirmim që ata dje gjatë gjithë ditës janë përballë me një presion të jashtëzakonshëm. Dhe unë ta them me bindje të plotë që për disa udhëhecës aty ka qenë dita më e rëndë ndoshta që nga pas lufta. Udhëhecës të policisë. Arsyeja? Për shkak se janë përballë me presionin e Albin Kurtit. Po ta ripërsëris edhe një herë. Oj Gango, mos gënjej. Edhe një herë po ta ripërsëris. Mos gënjej se është turp për ty e turp për PDK-n. Po ta ripërsëris. Policia nuk merr urdhër. Policia jep urdhër. Nuk ka këtu kur farë presionin polici. Mos dil me gëny para popullit. Tregon të mu çfarë shembulli po jep popullit. Rinisë të Kosovës. Duke I ofendu policinë e Kosovës, duke mbrojt një njeri që ka kry krim. Duke mos fol asnjë fjalë për viktimën. Çfarë shembulli I ka jep? Leqi, asame, a kë Bedri Hamza, as kësë gëzohë të me dalë me fol asnjë fjalë për viktimën. As Flora Qitaku, as asnjë hiç, asnjë. Po këto, miq të dashur, e dokumentojmë në fund. Rënën dëgjone videon edhe e diskutojmë së bashku I lutem, se në fund është ajo çërshira mi tort. Shkojnë miq? Gjelal Speslës për t'i dërgu njësitët elitare në këtë rast njëse që të shkojnë atje. Me për çfarë arsye dje është zhvillu operacioni Unaza e Qelikt në Skënderaj? Anit miq, Unaza e Qelikt. Unaza e Qelikt e ka formu vetëm Radhiqiqi në Mitrovic. Si vjen koha mu bo Unaza e Qelikt në Skënderaj, unë jem pa fjalë miq. Për besën jem pa fjalë.
Me që unë e kam një pyetje për popullin e Skenderajit. Unë nuk e di, miqtë e mi, se kam shumë miqë në Skenderaj, kam në Prekaze, në Dubov, se kretë në tona, kam shumë shok, jam që 45 vjetë në për Evropë, i kam miqë të mirë. Qysh muni me bo ju në Skenderaj kundër policisë Kosovës, o Nozën e Qelikt, që ta po ma spjegoni ju kush. Të i ditë që Nozën e Qelikt e ka bo Radojqiqi Mitrovic. Edhe as ka mujt me aqa Hashim Thaçi, PDK-ja, as ka mujt LDK-ja, as AK-ja. U dëz me ardhë Albin Kurti, me qa ato nazë, edhe me shtrisë oritetin të cep për më cep. E qëhet kjo gango e PDK-s, edhe më folë mu për Nozën e Qelikta, kundër policisë, bravo e koft. Gango bravo e koft. Je ka jap shemëll shumë të mirë popullit të rinisë Kosovës, apo Skenderajit. Inshallah, me arni vota, amo qështu jo. Me propaganda nuk fitohet. Duhet me punu shumë gane, jo me rajt. Jo me gëny, jo me bodi zëfarmat, jo me shpif, është turpi i botës. E latë namen, u knaqen Kojshia me juve, u knaqen Evropa me juve, si politikan. S'kam kurgjë personale, absolut mos e bo zot, po flasëm si politikan. I knaqët Evropën, edhe Kojshin. Shkona mish. Në hierarkinë ose në operacionet policore kështu njihet ajo. Nuk njihet ndryshe. Tregon pse, cila ka qenë arsyeja dje me qenë ky operacion në Skënderaj. O njeri s'përish me thonë çka e ka folë, sepse e ka rri njeri shëplaka, e ka rri njeri me gota, e ka rri njeri me telefon. U bu një krim. Se cilën vend evropian, nëse nuk e dim po ta spjegoj, ku ndodh krimi, policia mas shumë t'i vanohen 3 minuta. Skënderaj 4 orë. Ti po thu pse me orë. Çfarë shemni po ja popullit? Oj gango. Si më smarë policia? Për çfarë arsye më smarë policia? Kalzej po kushin ju? Që më smarë policia në Skënderaj? Kalzone vëlla, te dim. Mos vija së në kur Skënderaj vëlla. Ti tha me zhveditën e mirë, vëlla, si ka me shmu edhe mirë e pofshëm. Kalzej popullit, për çfarë arsye më smarë? Që s'po kuptoj? Një deputete më që me thonë pse me arë policia në Skënderaj. Ka dali mëre. Ka dali se ka shtet. Mos përqari ishte mëre se s'ban. Mos përqari ishte se s'ban. Oj, gane. Bjere veti mas pak. U votu se PDK-s. A pesheni? Kush për i përfatëson juve? A pesheni kënë për votoni? Unë s'kam kurgjë personale, s'kam kurgjë me to. Njëtën private, po foli politikisht. Politikisht kemi shumë me to. Se këtu ndikon shtetin e Kosovës. Ndikon kulturën e Kosovës. Ndikon demokraci. Fjalimi i kësajna. Shkona miq? Harova mi thonë miq, ngotash gane, ngotash të fortin në Skënderaj, shqiplakgjinës e Skënderajt. Edhe Adem Grabosin, ja pse ku du bërë policia. Mas pari kërkoj falje për fjallori që i folet, ky nuk ka fjallori jam, është fjallori Samli Shtokut e Adem Grabosit. Shkojnë e miq? Fili, e mja u qinonën tonë,
tonë, vallahi, ne në demokratisë, tonë kush po qyhet, po ta qenë. A peshe gane? Kjo është arsyeja pse e na policia. Kjo është arsyeja dytë. Arsyeja por është pse kanë sill, kanë rre. Plus asoj, ministër i një partije tjetër. E gangot, që shtu janë gangot, ti përfatson gangot, për shta ta këmlona me dhe gango. A mo shturpi botës. Unë asë një fjallë nuk ta njëva për viktimen. Asë një vetëm fjallë nuk ta ndëgjova për viktimen. Vetëm për këta që e ka po krimin, për Samir Shtakun. Unë asë, kundër Samir nuk kam kurgjë, absolut. Për luft, se me nervit përzini i luftën, i për kullem, gjdo kujna, gjithmonë e thonë këtoja, i që i kapelin, po flasëm si politikana. Ju që dëni me dalë tash me shumë më shumë, miq, shani më fëndonin që adoni, po në ja futi blok për një herë. Nuk po asë një herë, Dan Gelli, politik, nuk i përdor, nuk i fol njerëz si luftetar, por luftetar i përkullem tonëve. Si politikana, kam e kritiku tonë ata që i bojnë gabime. Ata që i vjedhen, ata që i kanë shkry Kosovën, ata që i kanë shit fabrikat e Kosovës, ata që i kanë blet tokën 3 euro, ja kanë shit 5.000 euro shtetit. Unë e këta si shë gjallë. Në politike kam fjalla, pa i kritiku. Sepse nuk është, e kom dojtë të japi votën, është që Skenderajt ka tunit tem të japi votën. A mëse që ka bën kë? Çfarë krimi e bën kë mu se më intereson. O kon luftë në rregull është. Jo, jaran. Lufta kry, për luftë, edhe një herë pa Peceko, ja hikun kapullin se cilët. Si politikan, kur falë më siko fras njonit. Si politikan, prape për ripërsëris. Si gangstera, kur falë më siko fras kërkujna. Sepse në politik nuk ka gangster lak. Politik ka dije, nerë, karakter, mos me vjedh, me mbrojt popullin e vetë. Pyetja ime e fundit gange, për ty, pse asë njëherë nuk je donë parlament me thonë, hej, oj PDK, ku është rinia Kosovës, ku jënë shtesat, Kosovë ka nona Lehona, ku jënë paret, s'ta këmë dëgju kur këtë dertë, kur, u do me orë Albin Serbia, mi qipë të sene, jo që pi thoni, s'ke fjallë shumë e ronë. është turpi i botës. E para se me dalë, me mbrojt një kriminal të kuptimin që ka kry krimin, e ka rrej njerin. E s'ka menu kur për rinjit Kosovës. Kur? Kjo është e pa drejt. Ora Albin Kurti, që kë kriminise që ti po e fendon, ki po menon edhe për të vitë juaj, edhe për të vitë tonë. Kjo është aja që duhet me koni kriministe. Pa dalim, fëmija i kujna është. Pa dalim, nonat leonat kujna jënë. Apo në cilën qytet, apo në cilën shtet, apo në shtet, apo në cilën në fshat, do është ta me thonë. Misë dashër, kjo është video për sot, mire pasho vitet e radhës, por sot është dita funit, misë dashër, për votim. Mos hezitoni e lutëm, ko keni, është e djele, regjistrohuni, sot muni, që me 7 qershor. Nuk po i thëmë ku me votu, gjithë kush e tim për vete, gjithë kush analizon për vete. Analiza ime është vetëm që t'ju thëmë, votoni aty ku mernojnë për thminë e juaj, jo veç për thminë e vetë. Kështu që unë me këtë video ju përshëndes, Zotë ju rujt, anë e mbanë botës shqiptari. Respekt.